po shumë pata një periudhë shumë të ngarkuar. Të merr. Kjo është fani, nuk është. Edhe që shumë i ngarkuar kështu pa gjumë. U çosha flesha i orë u çosha. Po pse ç'të ndodhte? Ç'a Po kishin rahat gjitha, pata hapi restorant në Korç, kishte një muaj që nuk po ecste mirë. Isha në një periudhë sa pata hap studion, ekonomikisht nuk isha aty ku duhet, edhe stres e kështu, e ke parasysh çunash. Ke dhur lekë dhe çunash, e ke parasysh që e kështu ku janë, po je pa i hudhë më, çe po nodhesh. Në pa gjumësi e kështu, ja, orë 2 orë çosha 3-4 herë. Edhe në ora 5 hap telefon, tunet në telefon. Hoxha, Ahmet Kalaja. Mesazh shkruaj ty në celular. 5 të mjesit. Allahu të ruajt vlla, je në duat e mia. Ai shkreti tamam, për mashallah. Unë të shi duat, mu duk si jenë duart e mia. Edhe pak isha i stresum, edhe pak thash, i ka dal në jondër, edhe ai lutet e ka pa. O, që thash, po qa fol, po desha me i thonë, po foli herë më, mos na mori tash i mërbur. Na le edhe pak ditë mërbur. I shkruajnë për Zotin e madh. Ahmedi mund dali edhe të thotë që është e vërtet. I shkruajnë, o, hoxha si. Për Zotin. Më thotë mu, jenë duat e mia. Edhe i them dikujt që kisha afër, i them, Pash Zotin më si qa thot më la. E ka vjen durt e mia, ika, valla, ika. Më thot mu, jen duat e mia. E valla hoxhe, gjithashtu dhe Duat çfarë është? Jen lutjet e mia në logjik, më kupton, ai ishte duke falë si duket atë të mëngjesit, edhe tha Allahu të rujt, si duket i shkruan disa figurave, miqve, shokëve. Pse në orën 5 të mëngjesit? Ç'e ndodhe? Domethënë është falja, më duhet të jetë falja në një orar, duhet të jetë falja. Është falja dhe çon mesazhe? Po, hoxha? Po tash duhet me merr i herë pa ne nuk ta pyesim herë. Unë më pëlqen shumë. Si po çoke punë kështu? Më pëlqen shumë Ahmet Kalaja, në fakt edhe ndjek edhe ka publikuar disa herë se pëlqen. Domethënë reagimet e tij janë fantastike. Ai është për te të qenit Hoxhës dhe një stand-up comedian fantastik me reagimet dhe jam shumë kurioze pse dërgon mesazhe në 5 të mëngjesit dhe dua dhe unë një mesazh do jap.